Ai njihet me novkat si princi i Machiavellit, Pedro i Bukur apo Feniksi, por kush është në të vërtetë Pedro Sanchez? Ai lindi në Madrid në vitin 1972 në një familje të pasur dhe me bindje të majta. I tërhequr herët nga politika, ai angazhohet që gjatë studimeve universitare duke u bashkuar Rinisë Socialiste dhe më pas Partisë Socialiste. Paralelisht ai ndjek një rrugë akademike të fortë duke përfunduar 2 mastra dhe një doktoraturë në ekonomi. Karrierën e filloi në Parlamentin Evropian dhe më pas punoi për OKB-n. Megjithatë, ai rikthehet në Spanjë ku i bashkohet Këshillit të Madridit si këshillues ekonomist i Partisë Socialiste. Ai bëhet lider i partisë në vitin 2014 dhe 2 vite më vonë, pas 2 humbjeve në zgjedhjet parlamentare, ai detyrohet të largohet nga drejtimi i saj. Në vitin 2017 ai rimerr drejtimin e Partisë Socialiste dhe një vit më pas ai rrëzon qeverinë përmes një mocioni mosbesimi, duke u bërë kështu kryeministër. Pak muaj më vonë, ai fiton zgjedhjet parlamentare dhe më pas formon një qeveri koalicioni me një parti të majtë radikale. Në 7 vite bilanci i tij është i dukshëm. Qeveria e tij arriti të frenojë inflacionin, të rrisë pagat, të rrisë me gjysmën e ardhurat minimale dhe të krijojë mbi 1 milion vende pune pas krizës së Covidit. Në vitin 2022 rritja ekonomike kalon 5%, rreth 2 pikë mbi mesatarin europiane. Shtetur në këto rezultate, ai ndërmerr edhe reforma sociale të rëndësishme, leja menstruale apo zgjatja e lejës atësisë. Pedro Sanchez ka propozuar në vitin 2026 një rregullim masiv të rreth 500.000 emigranteve për të plotësuar mungesën e fuqisë punëtore. Në skenën globale ai dallohet për qëndrime të qarta. Për të parët që denoncoi gjenocidin në Gaza dhe më 28 maj të vitit 2024 ai njohë zyrtarisht Palestinën. Në të njëjtën ide ai dënoi luftën në Ukrainë, ndërhyrjen në Venezuelë, çndrimet mbi Groenlandën ose dhe konfliktin me Iranin. Në një kohë tensioni dhe përçarje, Pedro Sanchez përfaqëson idenë se pushteti mund të ushtrohet edhe me parime, si paqja, barazia dhe drejtësia.